Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural po vijon me ritme të shpejta procesin e digitalizimit në sektorin bujqësor, duke ngritur dhe vënë në funksion sistemin e dedikimit të parcelave të tokës, një mekanizëm kyç për menaxhimin transparent dhe efikas të fondeve të Bashkimit Evropian. Drejtoresha e Agjencisë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural ka thënë se bazohet në imazheri satelite dhe standard të avancuar të Bashkimit Evropian. Ky sistem sipas saj përfaqëson një hap të rëndësishëm drejt modernizimit të administrimit të skenave të mbështetjes për fermerë shqiptar. Ky sistem do të lehtësojë aplikimin online për subvencione, duke reduktuar burokracitë dhe duke rritur saktësinë në verifikimin e të dhënave mbi sipërfaqet bujqësore. Fal teknologjisë së re, monitorimi i parcelave bujqësore do të kryhet në mënyrë të automatizuar dhe të vazhdueshme, çka pritet të rrisë ndjeshëm transparencën dhe përshpejtimin e procesit në shpërndarjen e fondeve për fermerët. Në të njëjtën kohë, ajo ka theksuar se pritet që të ndihmohen institucionet shqiptare të përmbushin kushtet teknike dhe administrative që kërkohen në kuadër të procesit të integrimit evropian. Ardita Akuçi, ndër të tjerë, ka theksuar se implementimi i këtij sistemi përbën një element thelbësor për përputhjen me politikat e përbashkëta bujqësore të Bashkimit Evropian dhe shënjon një hap të rëndësishëm drejt rritjes së efikasitetit të shërbimeve ndaj fermerëve. Digitalizimi i sektorit bujqësor vlerësohet si një nga prioritetet kryesore në rrugën e Shqipërisë drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Këtë vit në skenën kombëtare të mbështetjes në bujqësi kanë aplikuar 70.000 fermerë në shkallë vendi për 8 masa mbështetëse.